Shikues të alert, mirë mbroma. Përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Si çdo të premte në 21 jemi në këtë program të kushtuar si gjithmonë çështjeve që lidhen me konsumatorin. Para se të prezantoj temën dhe të ftuarit për cilën do flasim sot, si çdo të premte thuajse, e nisim me raportimin ose me alertët e sjella nga RAPEX, sistemi i njoftimit shpejt i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore, që sipas tij duhet të hiqen nga tregu. Janë 10 produktet përdorimit tonë të përditshëm, ku vazhdojnë të zënë vendin kryesor lodrat e fëmijëve, kimikatët, rreziqet kimike të tyre që paraqiten. Prej tyre vazhdojnë të jenë mjetet e përdorimit të përditshëm, për shembull ushqyesit e telefonave, kozmetika dhe produkte tjera të ngjashme apo të higjienës janë gjithashtu të alertuar për të tërhequr nga tregu. Ka 10 lloje makinash, autoveturash, qoftë me 0 kilometra apo të nxjerra sfundmi në treg, të cilat gjithashtu duhet të tërhiqen nga tregu. Ka mjete vegla pune, por e ritheksoj që problematika kryesore mbeten lodrat e fëmijëve, të cilat rrezikojnë një stres vulnerabël, siç janë pikërisht ata. E ritheksoj si gjithmonë që nuk është e detektuar Shqipëria, që janë këto produkte të cilat kanë hyrë në tregun tonë, por për sa kohë janë të prodhuar në gjithë botën, të eksportuar apo importuar nga vende ndryshme, patjetër që mund gjenden dhe në tregjet tona lehtësisht, ndaj Inspektoratit Shtetëror Mbikëqyrjes së Tregut, institucioni që ka për detyrë kontrollin e produkteve jo ushqimore, duhet të ndërhyjë në treg ashtu siç nuk e bën në fakt zakonisht. Fatkeqësisht nuk e bën dhe po shohim faqen e ISHMT-s, edhe javën e fundit nuk ka asnjë produkt të tërhequr nga tregu, qoftë këto apo nga inspektimet që duhet bëj rutinë. Kthehemi tek tema e ditës, e cila lidhet sigurisht me çështje konsumatori dhe konkretisht kësaj here me çështje ekonomie. Sytë e gjithë botës janë tek Irani, luftë e cila nisi në fakt në 28 shkurt, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me Izraelin nisën bombardimet ndaj Shtetit Islamik për të rrëzuar regjimin e ajatollave dhe për luftën, siç pretendohet, kundër armëve bërthamore të Iranit, ndalimin e prodhimit të tyre. Përveç goditjeve të cilat vazhdojnë akoma, në fakt, Irani është kundërpërgjigjur, garda e Iranit është përgjigjur garda revolucionare, duke ndezur një konflikt në rajon, pra i cili rrezikon të përshkallëzohet. Irani ka goditur me raketa disa shtete përreth tij, për shembull Katari, ku është goditur edhe një prej eksportuesve, prej kompanive eksportuese më të mëdha të gazit natyror, e cila në fakt ka ndërprerë prodhimin. Janë goditur gjithashtu shtete tjera si Emiratet e Bashkuara, Azerbajxhani, Kuvajti, Katari, Bahreini, Omani dhe Iraku. U tentua dhe Greqia, një prej bazave të amerikane, por raketë që u shkatruan në ajër nga ndërhyrja menjëhershme e NATO-s. Në të njëjtën kohë, Irani deklaroi edhe për mbylljen e kanalit të Hormuzit, ngushtica e Hormuzit, nga e cila kalon 20% e prodhimit ose e përdorimit e naftës që përdoret në shkallë globale. Në fakt, një histori e tillë, një bllokim, mbyllje e tillë e kësaj ngushtice nuk ndodhi as në revolucionin e 79-s, as në konfliktin mes Iranit dhe Irakut disa vite më parë. Por e gjithë kjo ka filluar sigurisht të ndihet në çështjet ekonomike në mbar globin dhe konkretisht në rritjen e çmimeve. Bursat ndërkombëtare, bursat pra kanë reflektuar menjëherë rritjen e çmimit naftës. Gjithashtu ka pasur luhatje edhe të drithrave, konkretisht edhe të grurit. Sot, për shembull, bashkë me transportin, 1 ton grur në bursa, po themi deri në cif Durrës, deri në rritjen Durrës, ka pasur një rritje me $110 kosto gruri plus transport, sipas bursave ndërkombëtare. Ndërkohë, në pikat e tregtimit me pakicë të karburantëve në Shqipëri, nga momenti kur ka nisur lufta pra 28 shkurti në Iran, sulmet në Iran dhe deri sot, ka pasur një rritje rreth 15 lek për litër, një herë mesatarisht 10 lek, sot ka qenë një rritje tjetër diku mesatarisht në varësi të karburanteve, të emrave të kompanive, të një 5 lek tjetër. Po ashtu ka pasur rritje edhe benzina e gazi i lëngshëm, gjë që nuk është se sprite në fakt. Ndërkohë, në Korçë, që mund të jetë edhe rast abuzimi apo spekulimi, buka e përditshme pati një rritje me 30 lek,
nga 120 që tregtohen në Korçë, ndoshta e vetmi qytet që ka bukën atë masiven që ne e konsiderojmë, pra e quajmë masive 120 lek, gjithë Shqipëria tregtohet me 100 lek, arriti në 150 lek. Por si do të ndikojë kjo situatë në Shqipëri? Pra situata edhe në gjithë botën, por veçanërisht në Shqipëri ku ne jemi të varur ekstremisht nga produktet e importit, jo vetëm ushqimore, por gjithçka e mundshme. Kam 3 ekspert sot, të cilët e njohin në detaje këtë çështje, është Zef Preçi, ekspert ekonomie, kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit për ftesën. Mateo Spao, është drejtor Institutit Liberal Pashko, mirë se vini në Alert. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Nësia ime dhe online në lidhje direkte është zonja Romina Radoshniqi, është eksperte ekonomie. Mirëmbroma, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit për kohën. Unë po e nis me ju, zoti Preçi, por pak a shumë pyetjet janë thuajse njësoj për të gjithë, sepse ju jeni të 3 ekspert ekonomie dhe që e njihni mirë situatën. Vetëm sot në ngushticën e Hormuzit, në mos gaboj, janë rreth, siç e kam lexuar në mediat ndërkombëtare, janë rreth 25 miliard dollar mallra të bllokuar në këtë ngushticë. Në anije të ndryshme të cilat nuk lëvizin, se madje Irani ka kërcënuar që do të sulmojë çdo anije të mundshme të izraelite, amerikane apo europiane që transporton qoftë karburante, qoftë ndoshta produkte të tjera. Po sa do të ndikojë ky konflikt në ekonominë globale, po e nisim në makro? Tashma është gjithë pranuar që kur ka krizat kësaj natyre, faza parë është paniku. Pastaj vjen spekulimi, pastaj vjen dhe një efekt që lidhet me kërkesë ofertën në treg. Në të njëjtën kohë njihet dhe pranohet botërisht që shumica e kompanive që furnizojnë tregun me mallra të ndryshëm, sa i takon zinxhirëve të landëve të para e të tjerë, ndjekin një parim rezerve dhe për ashtu panikun dhe spekulimin në këtë moment nuk mendoj që është një situatë që vërtet mund të ndikojë, nuk flas për bursën, po flas për çmimin të tregu me pakicë, mund të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Por sikudo, domethënë në këtë rast është një mekanizëm që regjimi i ajatollave po mundohet ta përdor për të ndëshkuar jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet përreth ku Shtetet e Bashkuara kanë baza apo janë në marrëdhënie miqësore në las Shtetet e Bashkuara, po kështu dhe Europën, për cilin kanë thënë publikisht që pse mos hesh se do paguajë çmimin, dhe çmimi është pikërisht përkeqësimi i situatës në tregje. Po kaq se vërtet është që Shtetet e Bashkuara janë angazhuar për të garantuar lundrimin e lirë në ngushticën e Hormuzit, çka do thotë që edhe nëse ka një lloj vetfrenimi të tregtisë apo të një numri anijësh që kalojnë atë ngushticë, është 20% e tregtisë botërore, përsëri pritet që të ketë një lloj normalizimi, pra është një lloj angazhimi, një lloj detyrimi që Shtetet e Bashkuara kanë raport me pjesën tjetër të botës, pa hequr dorë nga objektivi strategjik i tyre që është ndryshimi i regjimit në Iran. Kështu që parë jemi në fillimet e këtij procesi dhe është vështirë të thuash sa mund të ndikojë. Ajo që pranohet gjerësisht tashmë është që ndikimi ka filluar, edhe pse janë vetëm pak ditë, por mendoj që jemi akoma në fazën e panikut dhe të spekulimit. Por ndërkohë përveç pjesës bllokimit të kësaj pra ngushtice, kanali, Irani goditje një prej rafinerive prodhuese më të mëdha të gazit në botë. Është e lexueshme që ndryshimet në strategjinë që ndjek Irani duke sulmuar pikat nevralgjike, kryesisht burimet e energjisë, sepse ai territor, linja mesme ka më shumë se 60% të potencialit botëror të lëndëve energjetike, naftë dhe gaz, kuptohet që goditja atyre ndikon në zhbalancimin e raportit kërkesë-ofertë. Do thotë që kërkesa në tregje, edhe pse mund të mos rritet me të ritme të zakonshme, por ofertat kurret disi për këtë shkak, qoftë edhe për frenimin disa ditë të funksionimit të rafinerisë, në rastin konkret të Arabisë Saudite, dhe detyrimisht kjo reflekton në tregje dhe çon në rritjen e çmimit në bursë. Kështu që efektet kanë filluar të jepen, por gjithsesi mendoj që vendet serioze, vendet normale, vendet me ekonomi tregut konsoliduar, kam parasysh Gjermaninë, Francën, Anglinë e tjerë, operojnë me disa skenare dhe janë në gjendje ta përballojnë sfidën, qoftë si vend nga pikpamja makro, qoftë edhe nga pikpamja e furnizimit të konsumatorëve dhe mbrojtjes tyre.
Zoti Spaho, sa e përballon Shqipëria situata të tilla? Dhe ne kemi teorikisht një ligj që thotë që duhet të kompanitë të kenë një rezervë deri në 3 muaj në raport me konsumin që vendi ka. Gjë që do të thotë që duhet që kjo krizë të zgjasë 3 muaj, që të fillojmë të ndjejmë sipas ligjit pasojat. Në raport me çfarë ka ndodhur në vitin 2022-2023 me fillimin e luftës në Ukrainë, ne vëmë re që brenda ditës u rritën çmimet, që është një shenjë e drejtë për drejtë të abuzimit. Abuzimi ndodh në momentin kur institucionet shtetërore nuk bëjnë mirë punën e tyre. Pra, dikush gjen shesh për të bërë përshesh. Çfarë po ndodh tani? Ne kam deklaruar se me informacionet që disponojmë, nëse kjo krizë do zgjasi 2 javë lartë, Shqipëria realisht do ketë nevojë për, le të themi kështu, për një rishikim të çmimit të karburanteve dhe të naftës. Por, vetë ju thatë sot që sot kanë filluar rritjet e çmimeve. Ka filluar që pardje. Që pardje. Janë të gjitha raste abuzimesh. Të gjitha. Të gjitha. Pse? Sepse normalisht 3 muaj jo, po së paku 2 javë kompanit I kanë rezervat. Pra, nëse ti blen sot, pas 2 javësh duhet të rrisësh çmimin. Pra, fakti që janë rritur çmimet, që tani do me thënë që mesatarisht edhe këtu ka një përqindje të madhe, një gjas të lartë, që të jenë abuzime vendore dhe jo realisht shkak për rritje çmimi. Tani, çfarë ndodh në bursat e huaja? Në raport me javën e kaluar, këto 7 ditë është rritur me 16% çmimi I fuqisë së naftës, të papërpunuar. Dhe realisht tregjet janë të shqetësuara, por mos harrojmë një gjë që edhe këtu atëherë për të shpjeguar disa dinamika. Përse është rritur çmimi I naftës në vetvete në gjithë botën dhe jo thjesht për vendet që janë të interesuara. Pse? Sepse është e vërtet që është rreth 20% e trafikut global të shpërndarjes së petrolit dhe të naftës kalon nga ngushtitë e Hormuzit, por pjesa më e madhe shkon në Kinë. Një pjesë vetëm 3% shkon në Europë. Atëherë, ideja është kjo që Kina mundet të mos furnizohet, po pikërisht se nuk do furnizohet, do kërkojë në tregje të tjera, në bursa të tjera të blej, në momentin kur nuk vjen më nga Irani. Do të bëjë që të rritet çmimi edhe në bursën Shtetet Bashkuara dhe në atë të Tokios dhe në atë të Frankfurtit e kështu me radhë. Dhe kështu që ka një transmetim të drejtë për drejtë të çmimeve ndërkombëtare të naftës. Dhe gjithë ato që janë lëndë të parë, nafta, gruri, deri te lëngu portokallit, pra që kanë përdorim global, të gjitha mineralet, e quhen commodity anglisht, çmimi I tyre vendoset në bursat e huaja, nuk vendoset në fakt në kanale kombëtare. E njëjta gjë me energjinë elektrike. Dhe këtu vjen dhe shqetësimi I shtesë dhe rreziku për një krizë globale që ne kemi sot. Pse? Nuk është thjesht një çështje energjie në vetvete, por me edhe energjia elektrike prodhohet në shumicën e rasteve fatkeqësisht nga nafta. Pse? Ne, si Shqipëri, prodhojmë me burime hidroenergjetike, pra nga uji, po si edhe nga dielli tashmë e kështu me radhë, pra janë burime të pastra. Por në shumicën e rasteve, shpeshherë, përdoret nafta për prodhuar energji. Dhe ne si vend jemi importues neto, pra më shumë importojmë nga që eksportojmë energji. Dhe do të importojmë edhe rritjen e çmimeve të energjisë, jo vetëm të naftës. Dhe në ekonominë shqiptare, nëse kriza nuk do të përfundojë dhe kanali I Hormuzit do ngjelet I bllokuar, sepse ti mundet të kesh një vijimësi të krizës, por mundet të lësh të zhbllokosh kanalin e Hormuzit, dhe presidenti Trump ka deklaruar që po angazhohen Shtetet Bashkuara të bombardojnë gjitha anijet iraniane, sidomos ato luftarake që të zhbllokohet kanali I Hormuzit. Por nëse në kjo gjë nuk do të ndodhi, atëherë rrezikojmë që të krijojmë një spiral inflacioni, pra rritje të qëndrueshme të çmimeve që kap çdo fushë. Inflacion I krijuar së brendshmi, por edhe inflacion sidomos I importuar.
çfarë do të them? Nëse rriten çmimet të 2-3 lëndët para kryesore, të gjitha fushat e tjera të ekonomisë, nga serrat në bujqësi, tek transporti, që është një sektor më vete, dhe pastaj sektor ndihmës për gjithë sektorët e tjerë, për industrinë e lehtë, për industrinë e eksportit, për aktivitetet e shërbimeve dhe energjia për cilën gjitha bizneset kanë nevojë, do të përçojnë këtë rritje të çmimesh. Dhe rreziku do të jetë drejt për drejt një rritje të inflacionit në përgjithësi, duke krijuar, pse jo, një kërkesë nga individët për rritje rrogash, edhe nëse nuk ka një rritje të produktivitetit. Pra, rreziqet janë të mëdha, por rreziku kryesor që unë ndjej nuk është ky afat shkurtër, nëse më lejoni. Është një rrezik që unë pres të vi pas 3 deri në 6 muajsh. Sepse ju e dini që Shqipëria gjithnjë më shumë e ka te turizmi pikën e vet fokale, pikën më të rëndësishme. Por provoni pak të imagjinoni, Shtetet e Bashkuara, edhe nëse kanali i Ormuzit, ngushtica, ngelet i bllokuar, vetë prodhojnë naftë. Kina ka problem, dhe sidomos Europa ka problem, se nuk i ka këto lëndë, para duhet importoj. Pra Europa është e dëmtuara kryesore, po europian është 90% të turistëve që vinë të ne. Pra, rreziku që unë shikoj, nëse kjo krizë vijon, është që pikërisht për shkak të kostove shtesë, Italia dhe Gjermania, që janë 2 motorët industrial të Europës, nuk do të kenë rritje ekonomike, por rrezikojnë një recesion. Dhe si pasoj, të gjitha ata që janë qoftë shqiptarë që banojnë në këto vende, qoftë të huaj që janë kurioz ndaj Shqipërisë për të ardhur në Shqipëri, do të kenë më pak para dhe do të vinë më pak në numër, duke krijuar një efekt dytësor në Shqipëri, të tillë që Shqipëria mos të ketë më rritje ekonomike. Pra, por mund të rrezikojë edhe një recesion, jo në mënyrë të drejtë për drejtë nga thjesht çmimi, nga rritja e çmimit të naftës, por më shumë nga varfërimi i fuqisë blerëse të konsumatorëve të Italisë, të Gjermanisë, të atyre vendeve që nuk kanë lënë të parë dhe duhet t'i marrin. Dhe në këtë sens, problemi i Iranit e ka këtu, për mendimin tim, çështjen më të mprehtë, ta themi kështu, sidomos për Bashkimin Evropian, që është i dëmtuar i real nëse kriza nuk përfundon shpejt. Do shkoj te Romina një moment për të diskutuar se cilët janë, dakor, përveç turizmit, cilët janë sektorët që mund të preken më shumë nga kjo krizë globale, po themi e nisur nga karburantet, pra, dhe sa do ta ndjejmë ne si konsumator këte. Se një turist, një italian ose gjerman mund të mos ketë mundësi për të pushuar shumë, po ne si shqiptar sa mund ta ndjejmë tek xhepat tonë për jetesën e përditshme. Është vërtet, në fakt, unë do doja ta nisja me një sqarim në makro. Unë mendoj që fuqitë e mëdha dhe vendet të cilat janë përfshirë dhe por si janë dhe të përfshirë në luftë, unë mendoj që ato pak a shumë e parashikonin që një luftë e tillë dhe mund të ndodhte dhe kanë skenare se si të mbajnë ekonominë të pakën për një periudhë afat shkurtër. Ajo çka më shqetëson është pikërisht Shqipëria, dhe e them këtë sepse në Shqipëri ka spekulime tregu dhe në momente ku s'ka luftë, imagjinoje, ne edhe kur kemi festa, kemi spekulime tregu. E them festa se këtu kam parasysh muajin e dhjetorit ku kemi parë që kemi rritje abuzime të çmimeve, ndërkohë që në momentin që ne kemi lajme që ndoshta mund të jetë kjo luftë mund zgjasë dhe vetëm një muaj, edhe nëse nuk do të ketë një impakt indirekt, sepse deri një muaj, do të thënë, besoj se ekonomia shqiptare, siç tha dhe Mateo në studio, që ka mundësi deri në 3 muaj të ketë rezerva dhe të mbajë ekonominë, por në Shqipëri brenda 24 orësh reflektohen gjithmonë spekulimet e tregtarëve dhe në raste të tilla në Shqipëri fiton tregtari, fiton biznesmeni, ndërkohë që humb qytetari dhe institucionet për mbrojtjen e konsumatorit ndonjëherë janë të vonuar ose monitorojnë çmimet e produkteve, por nga ana tjetër thjesht monitorojnë dhe nuk le të themi nuk vendosin gjob apo nuk marrin masa me qëllim që këto pozita dominuese apo spekulatorët e tregut të marrin ato që meritojnë. Dhe mua kjo më shqetëson, pasi duhet themi që rritja e çmimeve, sidomos në mënyrë abuzive, pra pa pasur efekte, siç mund të themi për shembull nëse rriten çmimet në tregjet globale, patjetër që ne jemi importues dhe do të kemi edhe ne një rritje të çmimesh të importuar pikërisht nga këto produkte, por në Shqipëri ndodh pa ndodh rritje e çmimeve në Europë për shembull,
apo ndoshta pa ndodhur rritja e çmimeve në bursë tek ne reflektohet brenda 24 orë apo ndoshta më shpejt. Dhe kjo është ajo që mua më shqetëson. Ndërkohë që në momentin që ne kemi stabilitet të tregjeve ndërkombëtare apo të tregjeve financiare, ne nuk reflektojmë apo të bursa ne nuk reflektojmë ulje të çmimesh. Pra, në Shqipëri njohim vetëm rritje të çmimesh, sepse tregtarët kanë psikologjinë e çmimit. Ato e dinë shumë mirë që qytetarët u mësuan me këtë çmim dhe nuk bëjmë një ulje të çmimit. Nëse bëjmë një ulje të çmimesh të produkteve apo të shërbimeve, ajo është e papërfillshme dhe në raste të tilla, pra, në raste luftrash apo probleme gjeopolitike, gjithmonë në Shqipëri fiton në mënyrë abuzive tregtari dhe në mënyrë të padrejtë rritet kosti i jetesës në Shqipëri dhe qytetari varfërohet akoma më tepër dhe institucionet nuk mbajnë përgjegjësi. Ka një ndërhyrje zotë Preqe. Është në vijim të asaj që thotë Romina, janë tri palë, është qeveria, është biznesi, është konsumatori. Tek ne kemi traditë të keqe që qeveria dhe biznesi shtrydhin, shfrytëzojnë konsumatorin. Kjo është shprehma të komitetin që krijuar për karburantet apo për drithrat. Kjo është një element. Elementi tjetër që përmendi Romina që ka të bëjë me situatën pas ndryshimit të çmimeve, pra kur çmimet shkojnë në kahjen e kur zbresin, fakt kjo është e përbotshme. Por tek ne ajo që vjet re është që ruhen nivelet larta. Në botë tentojnë zbresin, por kur nuk zbresin nivelin e situatës më përparshme. Domethënë mekanizmat e transmetimit të efekteve punojnë në njërin krah dhe që në thelb çon në varfërimin e mëtejshëm të konsumatorit. Nëse në vendet perëndimore kanë mekanizma mbrojtjes të konsumatorit, në rastin tonë ne kemi 42% popullsisë që është afër kufirit varfërisë dhe me një ndërhyrje të vogël, me rritje inflacioni, po them 3 apo 5%, automatikisht zbresin më poshtë. Kështu që edhe gjë tjetër pastaj lidhur me rezervën e sigurimit tek karburantet. Për drithat nuk e di domethënë se si u zgjidh, u fol, por nuk është se është vendosur gjë. Kjo nuk është e qartë në kuadrin ligjor që është në fuqi nëse kjo rezervë duhet të jetë e depozituar, gjendje fizike, apo mund të jetë në udhtim, mund të jetë domethënë me një ose në rrjetin e shpërndarjes. Është e paqartë. Kurse kontakti ynë për shkak të furnizimit që vjen kryesisht nga vende jashtë bursës, kontakti ynë me bursën ndërkombëtare është kryesisht në port në momentin e vlerësimit të arritjes furnizimeve të reja të shumicës. Kështu që ka një situatë mikste ku në qoftë se themi që arritja më e madhe 35 viteve është liberalizimi i tregtisë dhe liberalizimi i kursit të këmbimit të monedhës tonë kombëtare dhe janë arritje për të shënuar, është fakt që mekanizmat korrigjues që ruajnë balancin midis tri palëve, qeverisë, biznesit dhe konsumatorit, funksionojnë dobët. Pra kemi të bëjmë një rregullim të keq të tregjeve, i cili ka si pasojë keq përdorimin e fuqisë blerëse të konsumatorit. Ju lutem Rominës leja një mikrofonin hapur që sa herë të ketë diçka për ndërhyrje mund të ndërhyj direkt. Në lidhje me atë çfarë thatë për çështjen e rezerva, se dua dal pak të rezervat e shtetit që unë mendoj që edhe sonte që flasin janë bosh. Nëse ka ndonjë batanie. Praktikisht në rezervat e shtetit, sidomos gjatë 15 viteve të fundit, i kemi kthyer në rezerva monetare me idenë që ke nevojë për to e porosit dhe koncepti i rezervës fizike është zhdukur madje edhe në zonat që tradicionalisht, kryesisht zonat verilindore dhe veriore, tradicionalisht kemi patur rezerva që siguroheshin nga pjesa tjetër e territorit. Tashmë ato nuk ekzistojnë dhe për rrjedhoj, ne kemi sot që flasim prej 2 javësh 1/3 e territorit thjesht jashtë kontrollit. Edhe nuk kam ndonjë shqetësim kuptimin që ata meritojnë, njerëzit e izoluar meritojnë trajtohen në pikpamje humane, në pikpamje të nevojave ekonomike që mund të kenë, sepse askush s'ka qenë gati për shemjen e thjesht një kohë të gjitha rrugëve të 2 dekadave të fundit. Për hidrokarburët unë nuk e di se sa mund të jetë rezerva sot. Teorikisht, sipas legjislacionit në fuqi, ky legjislacion është prej 25 vitesh, 3 muaj gjendje mesatarisht të vitit më parshëm. Domethënë nëse një kompani ka importuar po themon 100.000 ton dhe i bie, sa i bie domethënë në 12 muaj 8.000 ca, do të thotë që 24.000 do të ketë gjendje
Po mund t'i ketë në udhëtim, mund t'i ketë në depo, mund t'i ketë në port, dhe më thënë, kështu që është vështirë për të mos thënë është e pa mundshme për ta matur. Një ndërhyrje të vogël. Sipas të dhënave zyrtare që vijnë nga doganat, në Shqipëri sot konsumon rreth 700.000 ton karburante. Gjë që do të thotë duhet të jenë aty tek gati 200.000 ton. Është fuqi e madhe 200.000 ton. Është realisht fuqi e madhe. Edhe si rregull nuk preket shpejt çmimin në treg. Ky është kuptimi. Ju lutem mundet që të mirë kuptoni në një aspekt. Nëse ne marrim pjesën që duhet jenë në gjendje, pra duhet jemi të qetë, pra në gjendje në tankerat shqiptar. Unë nuk e di a tankerat shqiptar mbajnë 200.000 ton, po nëse. Elementi dytë, mundet të jetë në udhëtim, dakord, po udhëtim është edhe të dalësh nga Iraku dhe të jesh i bllokuar në ngushticën e Hormuzit, është në udhëtim dhe ajo. Por konkretisht do të thotë që ti nuk e ke atë rezervë. Pra mundet të jetë, pra ende në letra e sipër, pra mundet që akoma anija, por mundet mos të jenë nisur, po është prapë brenda ngushticës. Ose mundet të jetë në udhëtim, por kur është në udhëtim, natyrisht duhet jetë e blerë. Por normalisht ju e kuptoni që kur niset një petroliere nga porti dhe arrin tek porti i destinacionit, aty ndron një 20-30 herë pronësi, sepse është me bursë, pra shitet, blihet, shitet, pra më kuptoni? Dhe jo në pak raste, ato që kanë qenë lëndë të para, kjo u pa dhe me Covidin, që ne për shembull në Shqipëri kishim blerë, i kemi rishitur sepse na paguanin më mirë dhe kemi ngel pa. Pra ka patur si që ishin maskat ose elementet të tilla. Pra, do të them që problemi është që ne kemi probleme dhe në situata normale, siç u tha pak përpara, por në pikat dhe në gjendjet ku bota tensionohet, ku kemi kriza, dhe në një moment ku Shqipëria është ftuar të ulet në më shumë tavolina nga që ishte përpara dhe konsiderohet më shumë se më parë, jo për ndonjë merit tonë të veçantë, por sepse ashtu kanë ardhur gjërat, le të themi kështu nga një pikpamje strategjike. Ishte një rast dhe një mundësi e mirë nga ana institucioneve shtetërore dhe nga ana administratës që të rritej niveli i seriozitetit dhe i përkushtimit, pikërisht sepse je në një tjetër nivel. Pra, dhe minimalisht kërkohet të zbatosh ato 2-3 ligje bazike për sigurinë tonë dhe kombëtare. Kam frikë se është një tjetër rast i humbur. Por, ndryshe nga rastet e kaluara, kjo duket edhe më shumë. Pse duket më shumë? Duket më shumë sepse ka më shumë kamera që të shikojnë, duket sepse në raport me antarët e tjerë të tavolinës, pa aftësia jote duket edhe më tej dhe pa përshtatshmëria jote për të qenë atë tavolinë duket edhe më tej. Unë besoj që duhet një tjetër nivel serioziteti, një tjetër nivel menaxhimi, pikërisht për të zvogëluar ato që janë tendencat natyrale të goditjes së krizës, që nuk do jenë të vogla. Nëse më lejoni për të shtuar diçka në këtë sens. Si rregull, kriza është dhe mundësi. Do të thotë që vendet që përballen me krizën rishikojnë politikat që ndjekin, shohin oportunitetet që kanë dhe ndërmarrin politika që kompensojnë apo e minimizojnë efektin në të ardhmen. Ne kishim sulmi agresioni rus në Ukrainë, rriti çmimin e drithrave më njëherë, është botërisht e njohur, dhe të karburanteve në njëjtën kohë. Unë nuk kam parë për fat keq gjatë 3-4 vite sapo bëhen tani, ndonjë politikë që synon të zgjerojë sipërfaqen e miellt me drithra. Nuk ka asnjë politikë stimuluese. Fondet e i-partit vazhdojnë të bllokuara, fondet që e buxheti janë me qindarka dhe praktikisht pa ndonjë efekt në këtë drejtim. Fragmentimi i tokës vazhdon të jetë siç ka qenë. Sistemi ujitës edhe kullus vazhdon të jetë siç ka qenë, mundësitë për të futur mekanizmin apo për përdor plera kimike bashkëkohore e tjerë janë dorën e disa oligarkëve apo personave të lidhur politikisht dhe praktikisht nuk ka asnjë ndryshim që të mund të jap një përgjigje moderuese efekteve të krizës. E njëjta gjë se takon karburanteve. Ka bërë 2 apo 3 udhëtime në Azerbajxhan zoti Rama, që në udhëtimin e parë ka qenë angazhuar që do të rindërtoheshin rafineri. Në fakt ne e kishim se teknologjinë që ato kanë afërsisht kjo është e qumë për skrap. Dhe praktikisht nuk ka ndonjë ndryshim dhe jemi nga vetmet vendet që disponojmë rezerva serioze të naftës brut, por ne eksportojmë gjithë sasinë që prodhojmë dhe importojmë gjithë sasinë që konsumojmë. Dhe sistemi ynë tatimor bën që ne dhe Serbia të kemi çmimet më të larta të konsumatori fundor. Një kohë që në vendet përreth, si Maqedonia e tjerë, dhe Malizi,
edhe Kosova, kanë ndërmarrë një sistem rishikimi të taksave me synimin që të mos penalizohet konsumatori për këtë shkak, edhe njëkohësisht të mos frenohet tregu, sepse humbasin të gjithë në qoftë se paksohet konsumi dhe ka efekte në zhvillimi industrial, zhvillimi bujqësor, në mirëqenien e njerëzve të tjerë. Maqedoni, më falni, cila nuk ka det, nuk ka porte, po ka rafineri nafte. Më duhet të shkojnë reklama, sepse ka disa minuta që ma kërkon regjia e kanë të kaluar, por para spoteve, një mesazh promocional për Sedaton Plus, i cili është një suplement bimor i krijuar për ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora, të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lartë ose pagjumësie pa shkaktuar varësi. Pra, nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Kthehemi pas spoteve publicitare, mos u largoni nga ekrani i Ora News. Në pjesë të dytë po diskutojmë për ndikimin në ekonominë shqiptare të situatës në lindjen e mesme, konkretisht të konfliktit të sulmeve ndaj Iranit e më pas kundërpërgjigjes tij ndaj vendeve të rajonit, gjë që është reflektuar menjëherë në luhatjet e mëdha të çmimit të karburanteve kryesisht. Po e nisun bisedën në formë përgjigje, ju folet për rezervat e naftës, sa kemi apo sa duhet kemi, por në raport me drithrat, nga shteti nuk kemi asnjë kilogram misër sot, ose grur. Mbas konfliktit në Ukrainë, kur u pati rritja, sigurisht në 2022 kur nisi të drithrave, importuesit tonë të grurit i propozuan Ministrisë Bujqësisë që blije grurin, rezerva, dhe ta mbajmë ne në silloza në depozitat tona. Për një kohë të pacaktuar, sepse ai nuk rriqet të rri një kohë gjatë, por ai riciklohet. Dhe këta mbanin në silozet, ai sa do blinte shteti, i mbanin gjendje gjithmonë. Dhe ne vetëm fal tyre që sigurisht kanë edhe biznes, mund të kemi edhe mas 6 muajsh po të vazhdoj konflikti atje, po themi, në Iran apo në Ukrainë që po vazhdon, kemi rezerva ose kemi, sepse ato importojnë gjithkohën, po nga shteti nuk kemi asnjë kilogram sot. Dhe Ministria e Bujqësisë, ministri asaj kohe, nuk po e përmend emrin tani, nuk u mor me atë çështje. Që të kërkonte Ministrisë Financave një buxhet dhe të mbliheshin x mijë ton grur dhe të shpërndanin 5 kompanive më të mëdha që importojnë grur dhe prodhojnë miell në Shqipëri, dhe të kishin sillozet e tyre edhe sot. Pra i qarkullon, ama ajo pjesë është e shtetit dhe kur i duhet shtetit ndërhyn për të zbutur çmimin, kur nëse s'ka fare për një farë periudhë kohe që njerëzit kenë ushqim, pra bukë të pakta. Dhe sot realisht nuk kemi asnjë kilogram. Nëse nuk kemi për të parapur panik në kuptimin. Jo, grur ka plot, por rezervë shteti nuk ka. Grur ka plot fatmirësisht. Ajo çka unë shoh por edhe nuk ndikon, ne nuk do mbetemi pa bukë. Por nëse do ndikonte në çmim, përzierja pastaj me atë që është blen atë kohë nga shteti, mund ndikonte te mbajtja e çmimit. Problematika më e madhe është që tek ne mungojnë politikat që stimulojnë prodhimin vendas, sepse aty e kemi dhe fuqinë reale si ekonomi kombëtare. Do thotë që shfrytëzojmë tokën, do thotë që zëmë me punë njerëzit, do thotë që ekuilibrojmë çmimin në treg, sepse s'mund varemi vetëm nga importi. Për fat keq këto politika mungojnë edhe ose janë shumë infantile, shumë në nivel minimal. Dhe kjo është arsyeja që ne në dekadën e fundit na është paksu me 1/4 në sipërfaqja e miell, me 1/4 në numri i krerëve të kafshëve të prodhimit, dele, lopë, dhije të tjerë, që është një problem serioz për ekonominë dhe për më tepër komprometon edhe burimin rëndësishëm, shumë të rëndësishëm të hyrave monetare në vendin tonë, siç është turizmi, ku praktikisht nuk ka përcjell sinjale në ekonominë e vendit. Është një pikpyetje shumë e madhe në këndvështrimin makroekonomik dhe për të mos thënë tjetrën pastaj që gjatë kësaj periudhe ne kemi një boshatisje të fshatit dhe me përjashtim të bashkisë Beratit, shumica bashkive të vendit kanë pësuar rënje serioze me numrin e popullsisë. Do shkoj një moment tek Romina, sepse nuk i kam thonë Po, doja të bëjmë fakt një ndërhyrje në mbështetje atë çka tha dhe eksperti në studio, që ka shumë të drejtë në fakt, sepse ai përmendi edhe pak më parë që duhet të ketë një orientim ku vetë qeveria të orientojë
deri diku dhe fermerët për shembull, për kultivimin e drithrave. Ne jemi një tokë e cila mund të prodhojmë drithra dhe shohim që fermerët tonë ndonjëherë janë dhe të paorientuar më pas në pra në çmimet që ato kanë dhe për shkak të mungesës së subvencioneve të mjaftueshme kanë produkte me çmime tepër të larta. Po në rast të krizash, siç u pa tek lufta Rusi-Ukrainë, ne pam që ne u shqetësuam pra si vend se do të kishim dhe mungesë oferte të drithrave dhe si pasojë dhe rritje të çmimesh. Kështu që unë mendoj që duhen dhe në bujqësi të ketë një studim tregu dhe një orientim që patjetër që mund ta bëj dhe qeveria, pastaj do të ndihmoj fermerët dhe më pas dhe të subvencionoj te ato produkte që shikohen si shumë të rëndësishme në fakt për vendin, në rast luftash apo probleme të tjera gjeopolitike. Romina, në 2-3 ditë e fundit, Autoriteti i Konkurrencës ka shpërndarë 2 njoftime për mediat për shtyp me idenë e monitorimit të tregut. I pari ka qenë monitorimi i tregut të karburanteve, shitja me pakicë, nëse ka abuzime apo spekulime me çmime, dhe i dyti ka qenë për tregun e shitjes së bukës në qytetin e Korçës, pra rritja 30 lek për bukë brenda një dite. A mendon se një autoritet konkurrence, për sa kohë ne nuk kemi një institucion që të kontrolloj gjithmonë tregjet në raport me lidhjen me rritjen e çmimeve apo me abuzimin me to, sepse është lënë me atë idenë e tregtisë lirë, kërkesë ofertë dhe nuk ka një institucion që të marrë vendime për çmimet, për shembull siç është në Kosovë, Ministria e Infrastrukturës, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, po themi, që her pas here merr disa vendime që asnjë pikë tregtimi me pakicë e karburantit nuk duhet të kaloj x cent për litër normë fitimi. E kështu me radhë për shumë çka tjetër. Së pari është një lajm pozitiv në fakt që Autoriteti i Konkurrencës ka vepruar në kohë, sepse shpeshherë nuk vepron në kohë, por çështja është që shpeshherë Autoriteti i Konkurrencës monitoron apo ndoshta edhe i gjobit, por shohim që performanca si institucion nuk është se ka zgjidhur gjë në tregun tonë shqiptar dhe madje shpeshherë Autoriteti i Konkurrencës është kritikuar pothuajse nga gjithë ekspertët e ekonomisë që nuk ka vepruar. Unë mendoj që duhet jetë një institucion i cili le të them të ketë nivel performance më të lartë dhe mendoj që dhe Autoriteti i Konkurrencës, unë për shembull kam disa kritika sepse ndonjëherë duhet të bëhen disa tregtarë të cilët ndikojnë negativisht se ne themi konkurrencë lirë, por vetëm Shqipëri nuk ka konkurrencë lirë. Ne shohim oligopole, madje ndonjëherë dhe monopole apo duopole që kanë kontrollin e tregut dhe jemi në kushte ku kosto jetesës në Shqipëri është shumë e lartë dhe madje të jetosh në Shqipëri është njësoj sikurse të jetosh me çmime në vendet e Bashkimit Evropian, po me një dallim ku pagat janë më të ulta, 5 herë më pak apo 3 herë më pak se vendet e Bashkimit Evropian dhe kemi këtë nivel varfërie që kemi. Mendoj që do të ishte më mirë që edhe si institucion që është vendimarrja të jetë disi më strikte, qoftë në pezullim të aktivitetit përkohshëm, sepse duhet bën disa biznese shembull që të tjerët pra të mos veprojnë në kushtet e konkurrencës së pandeshme apo në kartele apo qoftë dhe duopole. Kështu që mendoj ka ardhur koha ku duhet krijohet një institucion që t'i matë edhe performanca, të vendosen objektiva dhe të shikohet se si vepron treg. Se vërtet çmimet i vendos tregu, por në Shqipëri shohim që çmimet nuk i vendos tregu, po i vendosin tregtarët. Do kthejmë sërish tek ju Romina, por mikrofonin gjithmonë e keni hapur. Ateo, pas konfliktit në Ukrainë, apo pas u krijuan ato komitetet Bordi i transparencës, qoftë për hidrokarburët, qoftë për mbajtjen në kontroll të çmimeve të ushqimeve. Ne s'pari nuk kemi një listë produkte shporte, që ta dimë çfarë është produkt shporte në Shqipëri. Por këto, qoftë Autoriteti i Konkurrencës apo institucione të tilla ose borde, a mund t'i banin në kontroll ose a duhet një vendimarrje qeveritare për rastet veçanta? Shikoni, pikë së pari, një situatë në të cilën ti si vend ke shumë e shumë vite që nuk bën politika bujqësore ose në favor të bujqësisë.
automatikisht i heq vetes mundësinë për të patur efektivitet në të gjitha sipërmarrjet shtetërore, siç është bordi i transparencës, siç ishte, ose siç mund të jetë i ardhshmi. Sepse kur flasim për produkte importi, vetveti çmimi është i bërë. Dhe janë gjërat e vogla që ti mundet të kontrollosh. Por e vërteta është se problemi kryesor, ne po flasim për shumë çështje, por problemi kryesor është mënyra se si menaxhohet shteti shqiptar. Po, jemi gjithë të shqetësuar me krizën e Iranit. Por e dini ju që mbi 60% të çmimit të karburantit vendoset nga taksat e shtetit shqiptar dhe gati 40% nga çmimi origjinal i kostos transportit dhe shitjes për të karburantit. Pra, kjo gjë do të thotë, krahasim me Kosovën ose me Maqedoninë, ku sot 1 litër benzin është 400 deri në 500 lekë të vjetra më e lirë për litër. Dhe këto janë 1.34 ishte Kosova sa. Sakt. Pra, po, që do të thotë më pak se 1300 lekë, ndërkohë që këtu e keni qëtësisht 1800 lekë litrin e benzinë. 1850 ishte. O, perfekt. Pra isha konservator, është edhe më keq. Kështu që ideja është që këto diferenca janë dy elemente. Pjesa më e stërmadhe, 80% e diferencës janë taksa shtesë që ne kemi. Pjesa tjetër është elementi i abuzimit. Tani, bordi i transparencës nuk ka marrë as edhe një vendim korrigjues në raport me çmimet ekzistuese. Çfarë duhet të them? Ka 3 vendime të mundshme që mundet marrë bordi i transparencës. Cili do lloj bordi ose institucioni shtetëror kur kufizon vendosjen e çmimeve. Ose vendos një çmim mbi mesatarin e tregut, dhe në këtë rast është kot që po merr atë vendim sepse tregu e ka çmimin më të ulët. Ose vendos një çmim te mesatari i tregut, e cila tregon që prapë është kot, sepse tregu është në atë funksion dhe në atë nivel dhe si pasojë mirë, e vendosi dhe shteti, por nuk përmirëson diçka në xhepat e qytetarëve, ose e vendos atë çmim nën mesatarin e tregut. Dhe aty tregon një lloj efektiviteti. Dhe ky është premtimi i fshehur, prandaj krijohet bordi i transparencës. Nuk ka pasur as edhe një rast ku çmimi ka qenë nën mesatarin e tregut. Për bordin e kaluar po flas. Po, ato. Dhe të bëjnë mrekullira, po që për bordin e kaluar. Kështu në këtë rast dhe në këtë aspekt duhet të kemi pak kujdes, sepse çfarë mund të jetë pjesa e bukur që ti mund të dëgjosh me shpresën përkatëse, në raport me çfarë ka ndodhur në realitet. Tani, konkretisht për mendimin tim, ju përmendët rastin e drithrave. E dini ju që fermerët shqiptar pikërisht për shkak të krizës në Ukrainë kanë mbjellë më shumë drithra dhe në fund të atij viti u rritën me 13% sasia e drithrave të prodhuara. Çfarë ndodhi? Që tregjet dhe ngadaluri hapën dhe importuesit, ata 3-4 importues të drithrave, prap importuan nga vendet të caktuara jashtë për shkak të çmimit të ulët importit. Dhe jo nga fermerët shqiptar, të cilët u detyruan ose për vetë konsum ose të idhin ato produkte. Kështu që dua të them që edhe këtu, nëse shteti shqiptar thot mbillni drithra, duhet marrë angazhimin edhe t'i blej ato. Natyrisht me një cilësi të caktuar, me çmim të caktuar. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Kështu që ky element dëmton edhe raportet midis palëve, midis fermerit, institucionit shtetëror dhe atij që është ndërmjetësit ose le të them kështu tregtarit të madh që blen dhe shet sasi të mëdha të lëndëve të para. Pra, në këtë sens, ne kemi një hallë që janë tërësisht dhe krejtësisht shqiptare, që bëhen të mprehta dhe shumë problematike në momentet e caktuara të krizës ndërkombëtare. Pra, kur vendet e tjera dëshmojnë një rezistencë, një lloj disipline, ne tregojmë edhe, duken edhe më shumë ato që janë defektet tona. Vende si Maqedonia dhe Bullgaria sot, që kanë një prodhim bujqësor të shëndosh, kanë çmimet mesatare përse përket gjitha elementeve ushqimore, pra gjithë ushqimeve që prodhohen brenda vendit të tyre, të cilat janë 20 dhe 25% më të ulta si çmime në raport me Shqipërinë. Dhe sot për shkak të subvencioneve mbështetjes. Po, dhe sot unë po ju jap dy të dhëna ekonomike. Shqipëria ka kaluar nivelin e Maqedonisë për prodhimin e brendshëm bruto për person, që është rreth $11.000, në Maqedoni mezi kap $10.000 në vit. Por, po të shikojmë fuqinë blerëse një maqedonës në raport me shqiptari,
aje ka gati 20% më të lartë. Pse? Sepse, po, ti prodhon më shumë, por kur vjen puna për të blerë produktet dhe shërbimet, ato ty të kushtojnë 30% më shumë se në Maqedoni, mesatarisht. Gjë që do të thotë që ç'më duhet mua që marr një thes me lek, kur prap për të ushqyer dhe për të marrë produktet dhe shërbimet e tjera, prap duhet të shpenzoj një thes me lek. Kështu që çështja reale është që sot ekzistojnë edhe në Shqipëri mundësi për të prodhuar, mundësi për të krijuar zinxhira të reja, sidomos për industrinë e lehtë, por problemi është që të gjitha këto politika kanë nevojë për një koordinim institucional, sepse përndryshe nuk bëhet dot. Nuk bëhet dot, edhe sepse e fundit, të gjitha produktet që sot importojnë në Shqipëri, sidomos ato që vinë nga Ballkani Perëndimor, në krye Serbia, kanë nga pas borde dhe mbledhje institucioneve qeveritare me institucionet private, dhe në shumë nga këto produkte, sidomos ato bujqësore, ka drejt për drejt subvencione për uljen e kostove dhe të shpenzimeve. Ndërkohë që kanë përballë një produkt shqiptar që praktikisht ka zero subvencione, ose ka subvencione qesharake. Maqedonia ka subvencione së paku të 5 fishta në raport me Shqipërinë. Nuk po flas për Serbinë, se aty është prodhuar duar në kokë. Shumë larg, e ka kaluar 5-6 milion euro. Si mundet të konkurojë si pasojë fermeri shqiptar? Vetëm për bujqësi. Pra, nëse duam 3 gjë të hapur dhe konkurrencë të ndershme, edhe ne duhet të vemi në nivelin e Maqedonisë. Kjo është konkurrencë e ndershme. E kundërta është konkurrencë e pandershme. Maqedonia është diku rreth 200 milion euro. Unë nuk jesh një presje shpjegimeve të kolegut Mateo, duke shtuar që do të jemi të kujdesshëm dhe në artikulimin e shifrave, kam parasysh median, është mirë që të flitet me informacion të verifikuar, sepse i lëm vend spekulimit edhe përdorim komunikimin mediatik si instrument për të niveluar çmimin në rritje, edhe është diçka e dënueshme. Nga ana tjetër, kur flasim për bordet, edhe për atë bordin e mëparshëm, për hir të vërtetës, autoriteti i konkurrencës, dhe unë jam një biçim konflikt interesit, flas shumë për të, për shkak se jam krijuesi i këtij institucioni, nuk ka ndonjë rol për të luajtur, përsa kohë nuk ka bashkëpunimin e palëve, edhe njëkohësisht bashkëpunimin e institucioneve të tjera. Se ju thoni që është rrit çmimi i bukës një furrë në Pogradec apo në Korçë. Drejtoria tatimore përkatësa atje, ka ndonjë evidencë, ka ndonjë gjurmim? Domethënë, du të jemi realisht, shteti funksionon si gjithë hallka. Nga ana tjetër, koncepti i bordit, edhe kur u ndërtua herën e parë në rastin e agresionit rus në Ukrainë, autoriteti konkurrencë nuk mori pjesë në të, dhe për mua ka qenë qendrim krejtësisht i drejtë, për faktin e thjeshtë që çfarë po bëjmë? Po vendosim ato parametrat ekonomikë centralizuar që i kishim dikur. Ne jemi në stadin që let's market do it, lëre tregun ta rregulloj, por monitorimi vlen për të shmangë spekulimin dhe për të ndërtuar politika që korrigjojnë. Nëse kemi probleme në anën e ofertës, nuk ka asgjë të keq që të importojë shteti dhe të jetë një element plotësues, konkurrues në treg për një periudhë kohe të caktuar apo për një produkt caktuar. Dhe këto janë metoda që i përdor gjithë bota. Nga ana tjetër, ju përmend politikën e taksave. Askush sot nuk diskuton në Shqipëri që me këto çmime të larta në çfarë po na ndodh, po na të kurrët konsumi. Nëse të kurrët konsumi, ekonomia ngadalson ritmet e rritjes, ose me këtë kurs këmbimi të monedhës tonë kombëtare lekut, me këtë mbiçmim të kësaj monedhe, çfarë po na ndodh? Nuk janë më të cënuara, të cënueshme, të ndëshkuara vetëm industritë fason që merren me eksportin, por po ndëshkohet dhe prodhimi vendas. Dhe ne jemi në një situatë ku janë të kurrë njëkohësisht edhe pjesa e importeve që duhet normalisht e ka hapësirën për të importuar më shumë për shkak të kësaj monedhe të fortë, dhe njëkohësisht prodhimi vendas për shkak edhe të mungesës subvencioneve dhe të monedhës kombëtare shumë të fortë për te kapacitetit produktivitetit të ekonomisë, detyrimisht që është një situatë shqetësuese, por që mungojnë politika dhe angazhimi përmes bordeve është vetëm propagandistik, nuk ka asnjë efekt. Të mos harrojmë që ne kemi 35-40% ekonomisë informale, e cila do të komprometonte edhe vendimarrjet çfarë do lloji institucioni rregullator tregut kudo në botë. Qartë. Romina, e përmendi pak Mateo çështjen e taksave që na rëndojnë mbi karburantin, mbi çmimin e karburanteve që janë diku rreth 90 lekë, në mos gaboj. 86 lekë ka qenë një përllogaritje një herë taksa. Fatkeqësisht mbi 100 lekë sot. 100 lekë. Po te 90 që e dija. Por ma folur për kontrabandën, si është hall tjetër. Mirë. Është tjetër, por prap shitet me njëjtin çmim edhe ai. A do ishte
rruga e duhur ose e mundur të paktën për të pasur disa lehtësira fiskale ndaj një kategorie biznesi me qëllim që çmimet të mbahen në kontroll. Çështja e TVSH-s është thonës të thonë qindra herë në fakt dhe e shoh që nuk ka asnjë dëshirë ose ide për ta prekur atë, të paktën për produktet ushqimore ose një pjesë të tyre, ose nëse do kishim një listë me produkte shporte. Është e vërtetë faktikisht që në çështjen e TVSH-s vetë qeveria nuk ka as vullnetin për ta bërë për shkak se kur shohim detyrat fiskale shohim që janë më tepër nga TVSH-ja. Kështu që me rritjen e çmimeve këtu përfiton patjetër tregtari, por dhe vetë qeveria se ka më shumë tyra. Ndërkohë që për çështjen e taksave që rëndojnë, unë mendoj që në disa sektor patjetër që duhet të ketë një rishikim të politikave fiskale, unë mendoj madje edhe nëse ky luftë zgjat dhe shohim që kemi një rritje të çmimit të karburanteve, do të ishte mirë që për një kohë ndoshta dhe të përkohshme, taksat të rishikohenin taksat për disa sektor të ekonomisë që konsiderohen shumë të rëndësishme dhe do të ndikonin më pas në rritje çmimesh dhe në rritje të kostos së jetesës tek konsumatori shqiptar. Megjithatë, nuk mendoj se do të ndodhi, do të ishte mirë të ndodhte, por vetë qeveria unë mendoj që nuk e ka vullnetin për ta bërë. Dhe edhe në rast lufte, nëse kjo luftë zgjat shumë dhe në kushte ku do të kemi ndoshta dhe rritje të madhe të çmimit të karburanteve, për disa sektorë të ekonomisë që do të ndikonin pozitivisht, nuk mendoj se do ta bëjë apo të krijojë lehtësira fiskale. Qartë. Zoti Preqe, a shihni të mundur? Domethënë, unë po mendoj skenar më të këqij kur mund të vazhdoj konflikti, mund të kemi rritje të çmimeve globale, por ne në Shqipëri e ndjejmë më shumë edhe për shkak të nivelit ekonomik. Kujtoj që në kohën e pandemisë, Maqedonia e Veriut me vendim të Këshillit të Ministrave ngriu 3 muaj çmimet e marketeve. Pra për 3 muaj asnjë market sa do ta merrte produktin, nuk do ta shiste më shtret se sa di që u mora e vendim. Në fundit kanë fituar gjithë kohën 3 muaj, Modelet e ndërhyrjes për të mbrojtur nivelin e jetesës së qytetarëve ndryshojnë nga një vend tjetër, lidhen me kulturën, lidhen me nivelin e informalitetit, lidhen me eficiencën e institucioneve tatimore, doganore e tjerë, dhe në rastin tonë, për shkak të nivelit të lartë të informalitetit, është 35-40% e ekonomisë jashtë kontrollit, politika tilla në thelb që do bërin të nxisin spekulimin dhe elementet të tjerë që janë jashtë sistemit. Nuk mendoj se Shqipëria i ka kushtet për të nërmarë politika tilla. Ashtu sikurse në qoftë se lind nevoja për produkte deficitare që lidhen me zinxhirin e vlerave, që lidhen me lëndë para shumë të rëndësishme, ju përmendni karburantët apo ku diun drithin. Përmend se nga ajo nisë nuk ka asgjë të keqe që shteti të negocojë me vendet që disponojnë këtë mall, edhe të lehtësoj importin qoftë drejt për drejt, qoftë tregtorozi përmes operatorëve të rëndësishëm ekonomik që janë në vendin tonë. Domethënë, shteti duhet ta shohë si detyrë të vetën dhe të mos jetë duar jashtë me çdo çështje që varfron konsumatorin. Do shkojmë një hapësirë tjetër publicitare sepse minutat ikin shumë shpejt, edhe kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po diskutojmë për ndoshta për ata që nuk e kanë ndjekur nga fillimi për frikën e mundshme të rritjes së çmimeve në Shqipëri, nisur nga konflikti në lindjen e mesme, e cila ka filluar në fakt reflektohet tek karburantet, ndërkohë sot në bursa për 1 ton grur që mund të vijë në Shqipëri, çmimi është rritur përfshirë edhe transportin me afërsisht $110, më falni, për ton. Megjithatë në sektor të tjerë nuk është ndjerë, përveç karburanteve që e thash, por Mateo, a duhet kemi një institucion që nuk e kemi në fakt për monitorimin e çmimeve në jo vetëm për raste krizash, por për shumë shkak kur abuzohet me to. Ne jemi populli ndoshta që konsumojmë më shumë bukë në Evropë në raport me popullsinë, dhe s'kemi një standard se sa du të peshoj një bukë. Po themi buka që konsiderohet masive. Atëre,
Shikon, unë nuk jam për të mbingarkuar institucione shtetërore mbi institucione shtetërore. Sepse me të thënë të vërtetën, në këto 100 e ca vite, ne kemi vënë re që shteti nuk është zgjidhja, shteti është problemi. Pra, ne kemi vënë re që në shumicën e problematikave që ne kemi, origjina është në institucion shtetëror. Ose që nuk bën mirë punën e vet, ose që është i kapur, ose që ka të paft, ose që është i korruptuar. Pra, dhe me të gjitha fajet që kanë privatët, gjithsesi, kur privati merr në dorë gjithçka, tendencialisht e bën më mirë se shteti. E bën më shpejt, e bën më mirë, e bën në mënyrë më eficiente. Dhe çfarë kemi parë? Kemi parë që pasi kemi policinë, na duhej dhe Ilirian Gard. Pastaj na duhej edhe institucion mbi institucion, pastaj na duhej institucion të kontrollonte policinë, drejtori tjetër. Pastaj na duhej bordi i transparencës, a thua se peshmatjet ose 11 inspektoriate nuk mjaftojnë. Pra, kemi AKU-n. Ka 500 ca të punësuar, po ndoshta nuk ka një laborator? Po, i ka, po i kanë gjendje të mjerueshme. Po e se nuk funksionojnë. Perfekt. Kështu që do bëjmë institucion mbi AKU-n apo do restaurojmë AKU-n? Duhet ta ristrukturojmë. Shembull. Duhet, dhe ka shkuar pak vonë në fakt. Mbi vonë. Atëherë, kështu që çështja se ma përmendet AKU-n, në vend që ne po presim ende nga autoriteti i ushqimit. Mund vazhdojmë me AKBN-n, pra se ka lloj rezultatet e mostrave të turshive që AKU ka marrë pas denoncimit, pas i kemi dërguar zyrtarisht alertin ne, i ka dërguar në Itali dhe jemi duke i pritur. Dhe në kuadër reformimi, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ka nisur një reformim, shkarkon një drejtor në qark, emron një tjetër, largon një nga X qark, komandon një tjetër, po aty dhe sot ka shkarkuar 2 prej drejtorëve më të rëndësishëm fakt Autoritetit Kombëtar të Ushqimit pas të përgjithshmit, drejtorin e menaxhimit të rrezikut dhe drejtorin e vlerësimit të rrezikut. Po. Perfekt. Kemi 500 rroga, më bëhet qefi. Po një laborator? Stafet përfshihen te këto 500 rroga, por laboratorët në fakt Autoriteti Kombëtar të Ushqimit ka një shpresje të bënë shumë mirë për shkak një investimi të bankës botërore, por aktualisht nuk ka. Atëherë, pra, ideja kush është? Ideja është, duhet të bëjmë sikur i bëjmë gjërat apo duhet i bëjmë gjërat? Kjo është çështja. Pra, dhe në këtë sens, unë nuk shikoj është vendoset apo jo një institucion. Unë shikoj çështjen a ka seriozitet në veprimtari apo jo. Sepse nuk ka nevojë për asnjë institucion shtesë, mundësisht nga 100 më falni, korrigjohem, nga 186.000 të punësuar në sektorin shtetëror, direkt dhe indirekt, një 30% mund të ri shumë mirë në shtëpi, shteti të ketë po të njëjtën, po këtë nivel jo eficiencë që ka sot. Nga këto 180.000 rreth 30% në shtëpi rrinë, se ka nga ata që nuk e di ku ka vendin e punës. Po ndërkohë ne i paguajmë, ky është problemi. Ka dhe në emigracion, po ndërkohë ne i paguajmë, okay? Dhe mundet të uleshin me 30% taksat ndërkohë. Pra, çështja është që, pra, s'funksionon që s'funksionon se paku kam lekët për shkuar në spital vetë, sepse gjithsesi paguaj dhe taksat e spitalit dhe pra jap lek. Pra, dua të them, ka një çështje që është një çështje eficiencë. Pra, ndërtimi i institucionit tjetër, që të mos funksionojë si institucionet e tjera, nuk i sjell benefit njeriu. Dhe nuk kemi asnjë sinjal që ky institucion i ri që do të kontrollonte çmimet, do bënte një punë më të mirë. Pra, kush e garanton këtë gjë? Pra, çështja është, ne kemi jo pak institucione, që secili për të vetën të kryejë detyrën e vet. Problemi që ne po shqyrtojmë sot është që pa ardhur pasojat e krizës së Iranit, ne kemi filluar të luajmë me çmimet. Sepse nuk ka, unë vë dorën në zjarr, që nuk është shkarkuar asnjë petrolier në portin e Durrësit në 3-4 ditët e fundit. Dhe si pasojë, edhe nëse është shkarkuar, është i blerë shumë kohë para konfliktit. Dakord me ju. Kështu që çështja është që nuk ka asnjë arsye. Pra, problemi është konceptual për mendimin tim dhe ka lidhje me vullnetin e mirë apo me vullnetin e keq.
Pra, ne mundet të rrim dhe të avim 300 institucionet të tjera, të rrisim edhe taksës se duhet i paguajmë këta të tjerët, apo jo? Pra, por çfarë zgjidhem? Ndërkohë që unë besoj që nuk është një problem sasish, është një problem cilësie tek ekzistuesit. Cilësia vazhdon të qaloj. Ne du të pranojmë që kemi institucionet e nevojshme që ka një ekonomia tregut, që ka një shoqëri e lirë. Gjithçka që ka shpik mendje njerëzore, që nga Plutarku 5000 vjet përpara, e sot ne e kemi. Performanca atyre, bashkërendimi i tyre, përmbushja e tyre sipas ligjit lë shumë për të dëshiruar. Edhe në rastin konkret që ne flasim. Kjo që të ngrem një institucion që se kishim më parë, që do thotë? Përveç kostos mbi buxhetin, do thotë të trajnosh njerëzit, sigurosh infrastrukturën e tjerë dhe praktikisht që t'jetë eficient ndoshta mas 2, mas 3 vjetësh kur të konsolidohet, siç ndodh në shumicën e institucioneve. Por, për sa kohë që ne kemi sot një mori mekanizmash, ne fare mirë mund dhe duhet përdorim ato që kemi. Loja ngri shkri me inspektoriatet është një lojë treguesi i keq qeverisjes, dëshmi e keq përdorimit të fuqisë së pushtetit dhe taksave të qytetarëve dhe përrjedhoj kemi këto shërbime publike me këto problematika që janë sot. Në qoftë se kemi probleme me çmimet, ne kemi nevojë për transparencë para zgjidhash. Sepse jemi nga vetëm vende që sot, nëse dikush pyet Ministrinë e Bujqësisë, më thoni çmimin e patateve në 7 qendrat kryesore të Republikës. Nuk ka kushtet përgjigjet, se mungon shërbimi statistikor elementar që do të orientonte fermerin, grumbulluesin, tregtarin e pakicës e tjerë. Pra, ne duhet kultivojmë ca gjëra që janë elementare, kemi nis dikur, po që kanë ngecë rrugës. Nuk bursa bujqësore. Kanë ngecë rrugës, e njëjta gjë mund thuhet edhe për produktet që importohen. Unë shpreh keqardhjen për autoritetin doganor të Republikës Shqipërisë, i cili edhe kur kap madra kontraband, dje lexova për 1,5 ton çokolata nga Greqia, ishte mjalt pa etiket, nuk publikon emrat e firmave. Në të gjithë vendet demokratike, konsumatori është një aleat shumë i fuqishëm për ndëshkimin e palishmërive, rreziqeve shëndetësore e rreziqeve për ekonominë në tërësi. Nuk publikohet dot asgjë kundi. Kujtoj, këtu 30 vjet përpara, jam ndodhur një herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që një nga medikamentet që përdoresh atje për influencën, për gripin, kishin vdek disa njerëz, nuk u provua kurrë shkencërisht që ishte shkaku ky medikamenti, por pat aludime në shtypin qendror të besueshëm të Amerikës dhe brenda 2 javësh ajo kompani doli nga tregu. Në gjithë botën, në gjithë vendet e BE-s, emri i subjektit që shkel cënon sigurinë ushqimore apo çdo gjë tjetër publikohet. Sepse është informacion për konsumatorin mbi gjitha. Po të vinë re që nga ato produktet me salmonel të mishit apo produkte tjera janë të pagjurmueshme brenda vendit edhe njëkohësisht nuk publikohen, ruhet sekreti. Për çfarë sekreti ku i rrezikon jetën, shëndetin, ekonominë, paranë, mirëqenien e qytetarit. Nuk duhet të ndodhë. Po njëjta gjë dhe se takon ilaçeve. Pra ka nevojë që të kemi transparencë radh parë përpara se të ngrejmë çfarë do lloj mekanizmi tjetër. Nga ana tjetër, duhet rregullu problemet e konkurrencës, është e vërtetë që kemi monopole, përmendjet Romina, oligopole, duopole e tjerë, kemi shumicën e industrive. Çfarë tregon? Entet tona rregullatore janë refugium peccatorum, janë streh mëkatarësh. Do thotë që zyrtar dhe ish zyrtar përcillen atje, u jepen rroga të mira dhe çfarë bëjnë? Përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e industrive për nga janë sponsorizuar. Kjo është rregullimi i keq i tregut dhe entet rregullatore si rregull, pjesën më të madhe raportojnë në kuvend dhe kanë funksion të rëndësishëm të mbrojnë balancën midis konsumatorit, qeverisë dhe biznesit. Kjo është mënyra se si qeveria është agresive, do të mbledh sa më shumë taksa, biznesi do të fitojë sa më shumë dhe ka dalë për të fituar dhe shkret në drejtën e vet, por nëse bëhen bashkë këto të dyja, ndëshkojnë palën e tretë konsumatorin dhe kjo na ndodh. Bilun jam dyshues që edhe ne këto zhurmat që bëhen tani për çmimet, qeveria është e lumtur, shtohet të VSH-ja që mlidhet, ka më shumë të ardhra buxheti, më shumë tendra, më shumë udhëtime, më shumë propagandë dhe përrjedhoi varfëri më të madhe në vend, pra është rritje varfëruese në fund fare. Romina, edhe aty ku nuk do të ketë rritje çmimesh, mund të ketë ulje sasie. Kurrje e konsumit është fjala. Jo, edhe ulje sasie në produkt. Për shembull, ka një mashtrim të barë që ndodh me shumë produkte që njerëzit nuk e kanë shumë mendjen. Për shembull, nëse sot, për shembull,
të bukën a mashtrojnë çdo ditë me peshën. Kjo është standard se unë e peshoj herë pas here. Ne paguajmë taksa për peshmatin, është akoma agjencia, paguajnë njerëz e tjerë. Ata na mashtrojnë sepse e bojnë nëse është buka 800 gram, thotë, 800 gram bukë 100 lek, po ta vesh në peshore është 700. Jo vetëm ajo, po edhe për ingredientët, për bërësit, ka nevojë të jenë publike për qytetarët. Patjetër, por liria e tregut nuk shkon për tej kurse non liria o mashtrimi i tregut. Është ky mashtrimi i barë që për shembull një pas dhëmbësh, nëse se sot kushton shembull 200 lek, të reja është 100 gram. Mbas një muaj i njëjti produkt do kushtoj po 200 lek, por është i paketuar 75 gram, është i deklaruar në etikete, ose siç ishte historia e qumshtrave që ne kemi 1,5 litër ishin ata, pastaj shkuan në 1,4, prap ata ligjërisht janë rregull sepse kanë deklaruar, por konsumatori percepton një tjetër imazh, thot litër e gjysmë qumësht. Ose kur rrit shumë çmimi i vajit në kohën e Covidit, mos gaboj, disa kompani ulën sasi 900 ml, thoshte. Konsumatori niset me idenë e imazhit që ka krijuar në mendje, po ka marrë çmimin më të mirë, po ka 900 ml, ama ai kujton se është 1 litër, pra nuk është edhe pa kujdesi kjo. Kështu që do të përballemi nëse zgjat kjo situatë përkeqësohet. Unë mendoj që po, sepse ndërkohë që u flisit, unë po mendoja për makaronat, që në fakt edhe makaronat kështu kanë ndodhur, që nga pra 500 gram kanë shkuar në 400 gram dhe perceptimi ka qenë po njëjtë, pra që është një pago makarona. Kështu që shpesh herë bizneset bëjnë manovra të tilla për të le të themi për të qenë konkurrues përsëri në treg dhe për të krijuar një imazh pozitiv për kompaninë e tyre me qëllim që këto produkte të blihen, dhe ndërkohë që ai është një produkt me rritje të çmimi pasi ka sasi më të ulët. Ndodh në Shqipëri shpesh herë, tani a ndikon negativisht në treg, padyshim që ndikon negativisht në treg, përfitojnë bizneset, përsëri këtu autoriteti konkurrencës duhet monitoroj, po do doja të shtoj edhe faktin e cilësisë, sepse këtu kam parasysh djathin për shembull, apo produkte të tjera të Bylmetit, të cilat janë të përzier, që normalisht nuk kanë as cilësi, se në rastin e uljes së peshës për të mbajtur çmimin konstant, deri këtu dëmtohet vetëm xhepi i qytetarit, po në momentin që krijon dhe probleme në cilësi, si në disa produkte, pra siç thash tek Bylmeti, atëherë kjo nuk godet vetëm xhepin e qytetarit, por dhe shëndetin e qytetarit, dhe kjo është një çështje tjetër akoma dhe më serioze në fakt. Po, kjo nuk lidhet me krizën, se ne Kjo lidhet me spekullimin, me gjurmëshmërinë. Atë çfarë ndodh rëndom në Shqipëri. Edhe pa krizë. Edhe pa kriza kjo ka ndodhur, domethënë. Se ne vazhdojmë të kemi produkte pa etiket, vazhdojmë të kemi produkte pa deklaruar, ose produkte që ne nuk i shohim, sepse në fundit nëse shkojmë në një restorant, produktet horekajt me cilën furnizohen, ne nuk i shohim, ne marrim produktin fundor, ose ne shkojmë marrim një picë, po mos të hymë të siguria ushqimore, nëse nuk mbarojmë për një vit rresht, ne marrim një picë, e cila ka mozzarella, që ajo vetëm mozzarella nuk është, se s'ka kaluar as nga qumshtja, që më pak i buallicës, është kazein, protein qumshti ose hire, me vaj palme, kështu që po të hymë këtyre pastaj, po kjo nuk na lidhet me krizën, kjo është Ja, absolutisht kjo nuk lidhet me krizën, por këto janë çështjet e sigurisë ushqimore që shpesh herë ne shqiptarët pra ndoshta mund të përjetojmë dhe probleme shëndetësore dhe as nuk ja kemi idenë që këto probleme shëndetësore mund të kenë ardhur pikërisht nga këto produkte që kemi konsumuar. Edhe qoftë larg rritjen edhe medikamentet, ilaçet për shkak të luftës pastaj. Duke qenë se po shkojmë drejt fundit, ndoshta një mesazh, një koment për gjithë situatën. Vim rikthehemi çik në situatën ndërkombëtare për të kuptuar pak se çfarë po ndodh dhe pse po ndodh. Atëherë, më lejoni një arsyetim pak të vogël mbi politikën ndërkombëtare dhe ku jemi ne si Shqipëri. Atëherë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kryejnë këtë veprimtari në Iran, sepse në fakt Irani është një subjekt më i rëndësishëm nga që mendojmë në raport me Rusinë dhe Kinën. Për Rusinë është në fakt vllai i madh, jo i vogël, në furnizimin e armëve të përparuara, teknologjikisht shumë të përparuara, dhe ka një nga industritë kimike më të përparuara.
dhe në raport me Kinën është furnizuesi kryesor me naftë. Nëse bie Irani, Kina dhe Rusia do kenë shumë probleme. Rusia do ulet menjëherë në tavolinën e paqes, po menjëherë, dhe seriozisht, jo kështu si sot. Nga ana tjetër, Kina do të rishikojë planet e veta për të ardhmen, me një 10 vjeçar vonesë. Në rastin, kush është çështja? Sa do zgjasë lufta? Në rastin e Venezuelës, administrata amerikane pati fat, sepse me një operacion me bisturi, do të thoja, kirurgjikal, u arrit me njërë objektivin. Zvëndës presidentja me njëherë mori dy vendime. Vendimi parë me pak ditë distancë, vendimi parë fillimi i lirimit në një pjesë të mirëve dal nga dal të burgosurve politik, dhe vendimi dytë, që ka rëndësi të madhe ekonomike, hapja e tregut për investitor perëndimor konkretisht amerikan. Natyrisht të tregut të naftës. Irani nuk është e njëjta gjë. Vetëm dje erdhi dhe lajmi që kryetari i Gardës Revolucionare Iraniane është dënuar me vdekje si spiun i Izraelit. Irani është në një situatë ku ka një armiqësi mbi 50 vjeçare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin. Dhe pra tendenca do të jetë, ose strategjia e Iranit, ndryshe nga strategjia e Amerikës, që është një luftë e shpejtë e dëmshme, por që të bindi Iranin, si rasti i Venezuelës, të heqë dorë nga objektivat e veta dhe të ulet në një tavolinë duke i dhënë Amerikës dhe perëndimit në vetvete, çfarë Amerika kërkon. Objektivi i Iranit është ta zgjasë këtë luftë sa më shumë. Është një vend që ka mbi 20 vjet që është nën sanksione, është një vend që ka mbi 20 vjet që nuk rritet ekonomikisht, që vuan ekonomikisht, dhe tani tendenca është nëse ne do zhytemi, do marrim edhe ju për vendet e rajonit, ju që keni ndihmuar Amerikën. Dhe tendenca dhe tentativa e Iranit është destabilizimi jo vetëm duke penguar ngushticën e Ormuzit, por destabilizimi edhe i Jemenit me rebelët Houthi, duke bllokuar gjirin e Adenit, që është hyrja jugore e detit të Kuq, pra kemi kanalin e Suezit, detin e Kuq, gjirin e Adenit dhe pastaj Oqeanin Indian. Pra edhe anijet që duhet të vinë në kontinentin europian, bëjnë një xhiro të gadishurit arabik dhe futen te deti i Kuq. Aktualisht Bashkimi Evropian policimin e detit të Kuq ja ka dhënë marinës ushtarake italiane, ndërkohë që shumë marina ushtarake, pra detari ushtarake të vendeve të NATO-s po përqendrohen në zonën e Kipros, që çdo lloj tentativi që Irani ka për të goditur perëndimit të goditet që në fillim të perëndimit, pra në Kipro, dhe që në këtë mënyrë të kërkohet që të ruhen sa më shumë edhe ato që janë flukset ushtarake, po sidomos flukset tregtare. Nëse amerikanët do bëjnë çfarë kanë premtuar, në 4-5 ditë, pra pa kaluar java tjetër, shpresohet që të çlirohet edhe ngushtica e Ormuzit. Personalisht kam dyshimet e mia për arsye gjeografike. Pse? Irani është në pjesën veriore të gjirit persik. Pra kontrollon jo vetëm atë ngushticë, po një 50% verior të gjitha të gjiri. Dhe nuk do të jetë e thjeshtë që të ndalosh, pra mundet të shkatrosh detarin iraniane, por goditjet nga toka drejt detit janë më të vështira për të ndaluar. Gjithsesi, besoj se në mënyrë, si them, hapasapi, në mënyrë progresive, ato që janë planet amerikane dhe izraelite për të defuqizuar në mënyrë progresive fuqinë ushtarake të Iranit, dal nga dal po rezultojnë të sakta. Por, vendi nuk është Venezuela. Irani po tregon që ka, biles po e tregon mjaftueshëm në fakt, po tregon që ka rezistencë, ka përgatitje ushtarake, dhe në këtë situatë, fatkeqësisht, nuk po duken ato që ishin protestat e mëdha anti-regjim, nuk po dalin në sipërfaqe, ndoshta sepse duhet ta pranojmë, ato protesta ishin kundër regjimit ajatollave, po ndoshta nuk ishin në favor të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të njëjtën kohë. Pra, unë besoj se
çështja e Iranit është një çështje që nëse nga një pikpamje tregtare mundet ta zgjedhim ndoshta shpejt, nga një pikpamje të vendit në vetvete, pra mundet të jetë një çështje që do të zgjasë ende gjatë, një krizë që mundet të zgjasë ende gjatë. Unë nuk kam shumë për të shtuar në pikpamjet gjeopolitikës, përveç faktit që presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka deklaruar sot që nuk më intereson nëse Iran do të ketë ose jo demokraci, por rëndësi ka të ketë një qeverisje miqësore ndaj Shteteve të Bashkuara. Kjo është një ranë. Nga ana tjetër ka një zgjim të vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve kryesore, se takon nevojës së mbrojtjes përbashkët, sepse mund të jenë target, mund të jenë objektiv i sulmeve të Iranit. Kjo është pjesën jashtë. Për pjesën brenda, unë do të sugjeroja që të gjithë qytetarët shqiptar që disponojnë një mundësi ekonomike për ta vënë në shfrytëzim, sidomos kur bëhet fjalë për sipërfaqe toka apo kafshë prodhimi e tjerë, të kthejnë syt nga prodhimi i vendas, të kthejnë syt nga oportunitetet që ato i kanë dhe i zotrojnë dhe mund t'i kontrollojnë. Po kështu, te pjesa e qytetit nuk ka asgjë të keqe, ajo këshill që u jepet që nga Suedia, Gjermania e tjerë, që të kenë një minimum rezervash ushqimore të paktën për një javë në shtëpi, do të ishte diçka krejt normale dhe s'ka pse ta fshehim. Ju falenderoj shumë që ishit në Alert. Faleminderit juve. Faleminderit. Romina, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, do të shihemi bashkë të premten e ardhshme në 21. Mos harroni, Alerti ritransmetohet të shtunën në 13:30. Deri atëherë mirupafshim. Alert mundësohet nga vitamina C me zink dhe D3 direkt dhe pasta Ola, shija që na bashkon. Ndjeni të lodhur.